reciprok i burrit ndaj gruas dhe i gruas ndaj burrit. Dashuria e antarëve të familjes për njëri tjetrin janë morali më i lartë i njerëzit dhe i shoqërisë. Kam besim të madh se asnjë grua, asnjë nënë, asnjë motër, cila do qoftë, nuk pranon dhe nuk do të donte t'i shahet djali, bashorti, prindi. Pra, kjo fushat vulgare e Edi Rams që kërkon të zhvlerësoj familjen dhe vlerat e saj, ka një qëllim. Jo vetëm tregon ato koncepte që ka ai për familjen, por ka një qëllim, të spostoj vëmendjen tuaj nga problemet e vërteta të familjes shqiptare. Nga problemet që familjet shqiptare presin të zgjidhen nga forcat politike, presin nga këto forcat paraqesin para tyre projektin çfarë do të bëjnë ato për konsolidimin e familjes. Familja shqiptare nuk ka nevojë të ndëgjoj se burri qenë ka kështu apo qenë ka ashtu. Ajo ka nevojë të madhe shumë të mbështetet ekonomikisht, që pensionistin që kanë varësi mos a ketë barë, po ai të marrë 200 euro minimumin dhe me ato 200 euro të përballoj më normalisht jetën e tij. Kjo familje ka nevojë të madhe që vajza dhe djali i tij, djali i saj, të mos marrin rrugë të dheut, sepse sofra nuk i mban më, por përkundrazi ato të shkollohen, të gjejnë punë, të punësohen, të ndihmohen për strehimin, të ndërtojnë në vendin e tyre ëndrrën e bukur rinore. Ne jemi sot këtu për të zotuar se do bëjmë gjithçka për shkollimin e fëmijëve tuaj, se do hiqet mesatarja, se tarifat e studimeve do të pjestohen me 3 apo 4 herë, se pas studimeve çdo i ri, çdo e re do mbështetet për punësimin. Qeveria do i paguaj 1 vit sigurimet shoqërore sipërmarrësit që do punësoj një të ri. Qeveria do paguaj çdo gjë, të gjitha shpenzimet për trajnimin e të rive pas se të fillojnë punën. Qeveria do të financojë me kredit buta çdo projekt të tyre për ndërtuar një biznes të vogël, një startup, do bëj atyre të mundur. Një çati për çift do të jetë zotimi ynë para atyre. Një çati për çift do thotë se qeveria do mbuloj të rive me një grant prej 30.000 eurosh të gjithë interesin e kredis për blerjen e shtëpisëve, dhe se ata të cilët do të bëhen me 3 fëmijë, kredin do ta kenë të paguar tërësisht nga qeveria. Pra miqtë e mi, familja shqiptare pas 11 maj do ketë mundësi të tjera. Rroga mesatare, rroga minimale nuk do jetë kur ndër 500 euro. Çdo sipërmarrësi do t'i kompensohet me ulje taksash rritje e rrogës minimale në 500 euro. Rroga mesatare do t'jetë 1200 euro. Por rrogat mbi minimale
që të gjitha me një vendim të vetëm qeverie rriten me 13